Horoskopi ditor e hënë 18 maj 2026. Dashi. Si Venusi ashtu edhe sundimtari juaj, Marsi, kalojnë në shenja të reja sot, i dashur dash. Në javët në vijim, këto tranzite do të nxjerrin në pa botën tuaj shtëpiake dhe vëmendjen ndaj parave dhe gjërave tuaja. Sot, Venusi dhe Marsi shkojnë në harmoni dhe ju ndiheni krijues dhe shpresplodh. Ndjenjat ose ambicjet e këndshme konkurruese mund t'ju sfidojnë të bëni ndryshime dhe përmirësime thelbësore, veçanërisht rreth shtëpisë. Familja mund të jetë mjaft mbështetëse tani dhe një përpjekje në grup mund të jetë e kënaqshme dhe e suksesshme. Në vend të kësaj mund të zgjidhni një problem që lidhet me familjen ose shtëpinë, ose të gjeni veten në një pozicion të mirë për të fituar diçka të lakmuar që lidhet me rehatin. Energjia e ngrohtë është në dispozicionin tuaj për të ndjekur dashurinë ose për të forcuar një lidhje dhe tërheqja juaj është e mrekullueshme. Duket se jeni në të njëjtën faqe, të ngjashme ose plotësuese si një partner ose dikush i veçantë. Nuk shqetësoheni shumë për vlefshmërinë ose miratimin e të tjerëve, por jeni më të interesuar në përmbushjen e nevojave dhe dëshirave tuaja, gjë që duket se është çelësi i kënaqësisë tani. Mund të dëshironi të ndërmerrni veprime për një çështje biznesi ose financiare dhe jeni gati për të zgjidhur problemet. Mund të jeni duke punuar për ta bërë jetën tuaj në shtëpi më të sigurt ose më të lumtur, dhe jeni të gatshëm të bëni përpjekjet e nevojshme për ta bërë këtë. Demi. Si Venusi, sundimtari juaj planetar, ashtu edhe Marsi shkojnë në shenja të reja sot, i dashur Dem, dhe lidhen në mënyrë harmonike. Në fakt, Marsi fillon tranzitin e tij nëpër Dem, duke rritur motivimin, energjinë dhe iniciativën tuaj në javët në vijim, ndërsa Venusi përmirëson komunikimet dhe lidhjet tuaja. Sot mund të përdorni fuqinë e fjalëve për të zbutur gjërat, dhe përpjekjet për të kontaktuar dikë mund të jenë shumë të suksesshme. Mund të jetë gjithashtu një kohë e mirë për të takuar me njerëz interesant ose për të dalë me ide shumë krijuese. Gjërat po lidhen mirë sot dhe mund të ndiheni të motivuar këndshëm. Përmes ofrimit të ndihmës, mirësjelljes ose mirësjelljes, mund ta zgjeroni shumë mirë botën tuaj tani. Është një kohë e shkëlqyer për ta përhapur fjalën nëse po punoni për diçka të veçantë. Dëshironi të dilni në krye, të thyeni një rekord personal dhe të ndiqni dëshirat dhe interesat tuaja. Ekziston një dëshirë e fortë për të qenë ai që merr iniciativën në mënyrë që puna ose projektet e pavarura të favorizohen tani. Binjakët. Venusi largohet nga shenja juaj sot, të dashur binjak, dhe shkon në sektorin tuaj të burimeve për më shumë se 3 javë, ndërsa Marsi gjithashtu zhvendoset në një shtëpi të re të tabelës suaj diellore. Sot, mundësitë mund të vinë nga prapaskenat ose burime të fshehura. Mund të zbuloni një burim që nuk e dinit kurrë se e kishit ose të bëni një blerje të mirë për shkak të një tranziti harmonik Venus-Mars. Të tjerët mund të jenë në treg ose në humor për talentet tuaja unike. Bota juaj e brendshme ose private është më e gjallë se zakonisht dhe mund të arrini në thelb të një çështjeje nga e kaluara. Jeni mjaft proaktiv, duke preferuar të qëndroni përpara lojës sesa të mbeteni prapa. Nevoja për të kapërcyer fushat problematike ose për të kaluar diçka është bindëse tani, prandaj përfitoni. Shfrytëzoni guximin tuaj të brendshëm dhe gjeni pasionin tuaj për të bërë ndryshime kuptimplote. Ndjenjat e dashurisë janë nxitse dhe një marrëdhënie ose person mund të jetë një motivues i fortë për të ndërmarrë veprime sot. Në të njëjtën kohë, bisedat me një mik ose ngazëllimi i një projekti në zhvillim mund t'ju frymëzojnë. Ju tërhiqeni drejt situatave, diskutimeve ose meditimeve paqësore dhe qetësuese. Gaforia. Afrodita hyn në shenjën tuaj sot, i dashur Gafore, dhe Marsi shkon në sektorin tuaj shoqëror, duke sjellë tema të reja në jetën tuaj në javët në vijim. Sot, një tranzit Afrodite Mars jo vetëm që zbut problemet në jetën tuaj shoqërore, por edhe rrit sharmin tuaj. Është një kohë potencialisht të shkëlqyer për të shijuar miq dhe ndoshta për të takuar dikë të veçantë. Po jepni energji të ngrohta dhe mund të jeni shumë mirë në qendër të vëmendjes ose ai për të cilin të gjithë po flasin tani. Ndarja e disa prej ekspertizave tuaja ose thjesht shoqëria juaj me kolegët ose miqt mund të jetë e dobishme. Të bashkoheni me të tjerët për të bërë diçka mund të jetë e suksesshme. Ndjenjat tuaja janë të thella dhe mund të mbështetni plotësisht një kauzë ose një ndjekje personale tani. Kjo është një kohë për të frymëzuar të tjerët ose për të ndjerë i frymëzuar dhe i shtyrë për të shtyrë përpara një plan. Gjithashtu do ta gjeni më të rehatshme se zakonisht për të vënë ide në lëvizje, pasi dëshironi një rol praktik ose aktiv.
Në të njëjtën kohë, një aspekt Merkur-Neptun ju ndihmon të fitoni perspektivë. Keni një kokë të mirë për çështjet praktike, por jeni gjithashtu imagjinativ dhe i frymëzuar. Mund të shprehësh ide ose ndjenja për të cilat nuk mund të gjesh gjithmonë fjalë, dhe intuita jote për hapin tënd të ardhshëm është e fortë. Luani. Karizma juaj shkëlqen sot, i dashur Luan, duke ndikuar pozitivisht në lidhjet tuaja. Ndjekjet romantike ose krijuese mund të shkojnë mjaft mirë sot, ndërsa Venusi dhe Marsi shkojnë në harmoni dhe ju mund të ndjeni fort për krijimin e diçka unike ose të veçantë. Mundësit mund të vinë nga prapa skenave, ose mund të gjeni shumë për të shijuar në jetën tuaj private. Besimi juaj në aftësinë tuaj për të shprehur veten, si dhe motivimi për t'ju ofruar të tjerëve me besim, mund të krijojnë situata fituese sot. Marrëdhëniet ekzistuese gjithashtu mund të marrin një shtys të vërtetë. Intuita juaj ju mbështet, veçanërisht kur merrni vendime në lidhje me rrugën e jetës ose karrierën, pasi duket se keni një ndjenjë të vërtetë të momentit dhe të asaj që të tjerët duan ose kanë nevojë. Ju gjithashtu keni një ndjenjë të mirë të hapit tuaj të ardhshëm. Ndërsa mund të jeni disi në pension në një nivel personal me Venusin që tani po lëviz në sektorin tuaj të privatësisë, ambicia juaj për të triumfuar, për të pasur sukses ose për të fituar është gjithashtu nxitse, ndërsa Marsi lëviz në krye të tabelës suaj diellore. Virgjëresha. Si Venusi ashtu edhe Marsi kalojnë në sektor të rinj të tabelës suaj diellore sot, Virgjëresh e dashur, dhe do të lëvizin në harmoni me shenjën tuaj në javët në vijim. Lidhja Venus-Mars e sotme është krijuese. Bisedat me miq mund të jenë frymëzuese dhe stimuluese, dhe mundësitë për të takuar dikë të veçantë mund të lindin përmes grupeve, njohjeve ose rrjedhimin. Dikush mund t'ju frymëzojë të bëni më të mirën tuaj dhe të arrini pak më lart. Energjia e qetë është me ju për të ndjekur diçka të re ose për të shijuar më plotësisht atë që keni tashmë. Kur jeni të motivuar si çka të ngjarë të jeni tani, nivelet e energjisë mund të duket se rriten mjaft magjikisht. Ju e keni më të lehtë të eksploroni ide dhe tema, drejtime ose aktivitete të reja tani. Ju mund të shijoni plotësisht kanalizimin e energjisë suaj në një projekt konstruktiv, një stërvitje ose një aktivitet jo rutinë. Në vend të kësaj, ky tranzit mund t'ju motivojë të shfrytëzoni guximin tuaj për të bërë diçka krejtësisht të ndryshme dhe për të shijuar një përvojë të re, gjallëruese. Në të njëjtën kohë, një ndikim i Merkurit-Neptunit ju ngre lart. Barrierat kanë tendencë të zhduken në bisedat tuaja, gjë që mund të jetë freskuese. Ju jeni të përshtatshëm për të udhëhequr, mësuar dhe qetësuar. Peshorja. Si Venusi ashtu edhe Marsi fillojnë tranzit të zonave të reja në tabelën tuaj diellore sot, peshore e dashur, duke sjellë tema të reja në jetën tuaj që nxjerrin në pa projekte dhe qëllime të veçanta. Sot, një aspekt Venus-Mars është në ndikim të fortë dhe është këndshëm gjallërues. Një nivel i shëndetshëm dhe i lumtur konkurrence mund t'ju motivojë. Mund të ndiheni sikur po ktheni një faqe, veçanërisht në karrierë, përgjegjësi, qëllime afatgjata dhe çështje të rrugës së jetës. Kjo temë do të zhvillohet më tej me kalimin e muajit. Ju jeni të sjellshëm dhe të gatshëm për të ndihmuar, por të vendosur. Mund të ofroni ndihmën tuaj me një çështje praktike si një shfaqje dashurie. Po shfaqeni veçanërisht në mënyrë krijuese, veçanërisht në nivel profesional dhe publik, megjithse është një kohë e mirë edhe për shqetësime personale. Mund të jeni jashtëzakonisht të shkathët sot dhe mund të zgjidhni shpejt një problem që ju kishte penguar më parë. Ose mund të zbuloni ose të tërhiqni një burim jetësor. Keni një dëshirë të vërtetë për të dalë përpara, për të triumfuar ose për të arritur diçka sot. Mund të jetë gjithashtu një kohë e shkëlqyer për të fituar mbështetje ose mbështetje profesionale. Je gjithashtu i hapur ndaj njohurive interesante dhe nëse ka një mundësi për t'u lidhur përmes opinioneve të përbashkëta ose pranimit të dallimeve, është një kohë e shkëlqyer për ta bërë këtë. Mund të ndihesh shkëlqyeshëm për idetë ose planet e tua. Akrepi. Mund të ndiheni mjaft të stimuluar dhe të motivuar sot, i dashur Akrep, me Afroditën dhe Marsin që po shkojnë në harmoni. Në fakt, si Afrodita ashtu edhe Marsi hyjnë në shenja të reja sot, duke sjellë tema të reja në jetën tuaj në javët në vijim, duke nxitur marrëdhëniet, mendjen dhe përvojat tuaja. Sot, një bisedë fuqizuese ose shkëmbim idesh mund të jetë në qendër të vëmendjes. Marrëdhëniet janë këndshëm pikante. Ndiheni të frymëzuar nga komunikimet tuaja ose lidhjet që krijoni, dhe një person i veçantë mund të intrigohet ose të investohet në pikpamjen tuaj.
Kur arrini ose largoheni nga zona juaj e zakonshme e rehatis, jeni më të gatshëm të merrni disa rreziqe personale dhe krijuese sot. Është një kohë e mirë si për aktivitete konkurruese ashtu edhe për bashkëpunim, dhe dikush mund t'ju inkurajojë të jeni versioni më i mirë i vetes tani. Një marrëdhënie mund të nxjisë entuziazmin tuaj dhe të ndërtojë vetbesimin tuaj. Ju dëshironi të ndiheni më vital dhe të gjallë, dhe mund të arrini këtë përmes marrëdhënieve. Ju përfitoni nga përfshirja ose shoqëria e të tjerëve, edhe nëse po ndiqni qëllimet tuaja në këtë kohë. Të shijoni një lehtësi të caktuar në vetëshprehje mund të jetë gjithashtu një temë e fortë sot. Ju jeni më të hapur ndaj gjërave delikate në jetën tuaj. Përqendrimi në përparësitë emocionale ose shpirtërore mund të hapë dyrë që më parë dukeshin të mbyllura. Shigjetari. Afërdita dhe Marsi shkojnë në fusha të reja të tabelës suaj sot, i dashur shigjetar, duke nxitur tema të intimitetit në rritje, si dhe vëmendje të veçantë ndaj rutinës suaj të përditshme në javët në vijim. Çështjet intime janë të ngrohta, të rehatshme dhe natyrale sot me një aspekt afërdite Mars në lojë. Ju po kërkoni dhe po gjeni frymëzimin dhe motivimin për të përmirësuar, për të rritur dhe për të shkëlqyer. Ndryshimet krijuese të bëra dhe rreziqet krijuese të marra kanë tendencë të inkurajojnë një ndjenjë fuqizimi personal tani. Pavarësisht nëse po konkurroni me të tjerët ose po përpiqeni të përmirësoni më të mirën tuaj personale, tani është koha për të kërkuar pak më shumë nga jeta dhe për të shijuar veten në këtë proces. Një vendim disi i guximshëm ose i guximshëm i marrë këtë javë mund t'ju shtyjë përpara në një situatë që ka disa të panjohura, por që ju mban të angazhuar, të mësuar dhe të sfiduar butësisht. Nëse mund të vendosni ritmin tuaj të punës sot, aq më mirë, pasi energjia shumë krijuese dhe spontane është me ju. Energjia për punë ose rutinat e përditshme mund të jetë jashtëzakonisht dinamike dhe mund ta përdorni atë pozitivisht duke derdhur energjinë tuaj në projektet ose përpjekjet tuaja shëndetësore. Në të njëjtën kohë, ndihet e natyrshme të hiqni dorë nga mendimet e tepërta, më shumë energji pranuese është me ju. Fuqitë shëruese të artit, muzikës, rekreacionit, hobive dhe argëtimit mund të jenë në fokus. Bricjapi. Ndërveprimet sot mund të jenë shumë stimuluese, por edhe produktive, i dashur bricjap. Romanca, kënaqësia ose një projekt i veçantë mund të jenë emocionuese dhe mund të ketë mundësinë për t'i shtuar pak më shumë njerëz një marrëdhënieje ose miqësie tani. Projektet krijuese gjithashtu mund të përfitojnë nga pasioni i ditës. Dita ka shumë potencial për t'u lidhur në një nivel romantik dhe është gjithashtu e mirë për rritjen e besimin. Bashkëpunimi është një faktor i fortë tani, por edhe një konkurrencë e gjallë funksionon. Ju jeni të sjellshëm, argëtues dhe të gatshëm të dilni në pa, dhe sharmi juaj natyror është veçanërisht tërheqës. Ekziston një kombinim i përsosur i besimit dhe ngrohtësisë që praktikisht siguron sukses shoqëror dhe krijues tani. Ekziston gjithashtu energji spontane dhe paksa e guximshme në ditë. Mund të dëshironi më shumë aktivitete në të cilat mund të krijoni, të konkurroni ose të luani. Ju dëshironi të dilni përpara dhe ndoshta të dalloheni për atë që bëni. Një marrëdhënie mund të shërbejë si një motivues i fuqishëm për ju që të përmirësoni veten ose të bëni më të mirën tuaj. Në fakt, Venusi dhe Marsi shkojnë në sektor të tabelës suaj diellore të fokusuar në marrëdhënie, dhe këto tema do të shtrihen gjatë javëve në vijim. Ujori. Sharmi i lehtë është me ju sot, i dashur ujor, me Venusin e bukur që shkon në harmoni me Marsin. Në fakt, të dy planetet po lëvizin në sektor të rinj të tabelës suaj sot, duke sjellë tema të reja në jetën tuaj në javët në vijim. Tani për tani, mund të ketë një blerje të suksesshme për shtëpinë ose familjen, ose aktivitetet krijuese me të dashurit mund të jenë në fokus të këndshëm. Gjendja shpirtërore e sotme është e ngrohtë, bujare dhe mikpritëse. Një aluzion konkurrueshmërie mund t'ju mbajë në gatishmëri dhe të motivuar për të bërë më të mirën tuaj. Instinktet tuaja për atë që funksionon më mirë për ju në shtëpi, me shëndetin tuaj dhe me punën ose punët e shtëpisë janë në formën më të mirë, duke ju lejuar të tërhiqeni drejt situatave dhe njerëzve që janë të shëndetshëm për ju. Nuk ka gjasa të injoroni një dëshirë, edhe nëse është e papritur, për të bërë diçka të ndryshme ose krijuese me familjen ose rreth shtëpisë tani. Jeni në humor për të bërë diçka të ndodhë, për të shtyrë diçka përpara dhe për të zgjidhur problemet që ju lënë të ndjeni se jeni përpara lojës. Gjithashtu përfitoni nga tranzitet që lehtësojnë bisedat dhe inkurajojnë një rrjedhë të këndshme të mendimeve tuaja.
Nëse i përkushtoheni këtij procesi, shkrimi krijues ose shprehja artistike mund të lulëzojë, duke sjellë një ndjesë relaksimi dhe frymëzimi. Peshqit. Daljet krijuese mund të jenë magjike sot, të dashur peshq, dhe ju mund të bëni mjaft ndërsa punoni me pak energji konkurruese ose të orientuar drejt rritjes me ju tani. Një tranzit Venus-Mars tregon shpërblime nga një sfidë e bull. Venusi dhe Marsi lëvizin të dy në zona më të hapura të tabelës suaj diellore, duke ndikuar në javët në vijim. Sot është koha për të qëndruar në krye të gjërave shoqërisht, pasi mundësitë janë të shumta. Do të bëni pak përpjekje shtesë për të ndjerë më të mbështetur, të ushqyer dhe të qetë. Gjithashtu, jeni të stimuluar, të angazhuar dhe të gatshëm për të ndërmarrë veprime. Fokusi juaj duket se është në përforcimin pozitiv dhe të tjerët duken më bashkëpunues, të interesuar ose të dobishëm. Fuqitë tuaja për të bindur, udhëhequr dhe ndikuar butësisht janë të forta. Intensiteti romantik i llojit të këndshëm mund të jetë i fortë, por ju jeni gjithashtu të angazhuar mendërisht sot. Ka pak më shumë guxim në dispozicionin tuaj, por jeni gjithashtu në harmoni me intuitën tuaj, e cila rrit aftësinë tuaj për zgjidhjen e problemeve, veçanërisht me bisedat ose mendimet që lidhen me çështjet financiare, shtëpiake, praktike dhe mekanike. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.